Përshëndetje miq. Uroj që kjo video t'ju gjej shëndoshe mirë, të kthjellët dhe për ata që nuk janë të kthjellët, uroj shumë nga zemra që të gjejnë rrugën drejt paqes së tyre shpirtërore, mentale dhe fizike. Para se unë të vazhdoj të shpjegoj udhëtimin si atë që unë përmenda me titull introspeksioni i parë, ose më saktë udhëtimin tim shpirtëror përtej aspektit të jetës së përditshme ose aspektit fizik që ne përjetojmë, dua që të siguroheni që ju të qëndroni në një vend të qetë dhe të keni një blok dhe një laps ku të mbani disa shënime të cilat do të vlejnë për pjesën tjetër të këtij emisioni. Para se të filloj, dua që të jeni të qetë, mos e shikoni këtë emision vetëm për kuriozitet, sepse nuk është pjesë për kuriozitet, por është pjesë që ti vërtet duhet të thellohesh dhe të mendosh dhe të kuptosh se çfarë ndodh dhe çfarë ka përtej kësaj gjëje që ti shikon çdo ditë. Do t'ju lutesha të më bënit subscribe në kanalin tim, Ezoterizëm, ku ju po shikoni dhe video, të më ndiqni në Instagram dhe të kontriboni tek linku më poshtë që do ta gjeni tek komentet në YouTube, por edhe në bio në Instagram për pjesën e mbledhjeve të disa donacioneve të ndryshme që po japin ata që duan që ezoterizmi të zhvillohet, sepse jemi duke krijuar atë projektin dhe pavarësisht fondeve të mbledhura dhe miqve dhe të ardhurave të mia, duhen ende fonde për ta çelur këtë gjë dhe për ta bërë këtë projekt sa më real në Shqipëri. Sipas dëshirës, kush ka dëshirën dhe mundësinë mund të kontribuojë. Para se të filloj, duhet të bëni vetëm 2 pyetje. Pyeteni veten thellë, por siguroni që të jeni në qetësi, mbyllini telefonat që mos keni shpërqendrime, sepse të eksplorosh përtej dimensionit që ti ke çdo ditë nuk është e thjeshtë. Dhe pyeteni veten çfarë ka përtej këtij realiteti që unë shoh, çfarë ka përtej perdes, kush jam unë në të vërtetë. Pyeteni veten dhe përgjigjet që do t'ju vinë, shkruajini tek ky blog dhe mbajini për të parë në fund reflektimin tuaj. Sot, unë kam vendosur që të flas për udhëtimin tim shpirtëror. Shiko, nuk është një nga ato udhëtimet që dëgjon gjatë gjithë kohës nga mentorët apo njerëz që të tregojnë gjëra ose të bëjnë të ndihesh mirë. Udhëtimi shpirtëror është përtej këtyre gjërave që koka mendon. Para se ta nis, mendoni pak për pjesën e Sofisë. Sofia, kush është Sofia? Në gnosticizëm, Sofia ka qenë një aeon, pra një pjesë e burimit hynor. Dhe Sofia donte të eksploronte çfarë është të krijosh, të përjetosh, dhe u nda nga pleroma, dhe kështu lindi Demiurgu, që ndryshe sot njihet si mendja. Mendja e njerëzve. Pra, ne kemi një Demiurg në kokën tonë, një mendje. Dhe kjo mendja është e destinuar që jo të jetë e lumtur, por të mbijetojë, sepse ky është qëllimi i saj, mbijetesa. Prandaj jeta, në thelbin e saj, ashtu siç thot Arthur Schopenhauer, është vetëm vuajtje. Dhe midis kësaj vuajtjes të madhe ka disa pika lumturie. Megjithatë, unë kam nxjerr disa shprehje stoike, por edhe filozofike dhe psikologjike, të cilat i kam këtu te kompjuteri për t'ja u lexuar juve.
Sokrati thoshte se e di që s'di asgjë. Sa më shumë dije fiton, aq më shumë kupton pafundësinë e asaj që nuk di njeriu. Një shprehje tjetër që e kam gjetur nga libri i predikuesit është: sepse më shumë urtësi vjen më shumë pikëllim, dhe ai që shton dijen, shton dhe dhimbjen. Arthuri prap ka një shprehje të tillë, ku ai mendonte se të kuptuarit e jetës thot sjell vuajtje, sepse sheh qartë dëshirat dhe gjërat që njerëzit duan. Ndërsa Nietzsche besonte se vërteta mund të jetë shkatruese nëse njeriu nuk është mjaftueshëm i fortë që ta përballojë atë. Ndonjëherë disa njerëz duhet përballen, ashtu siç thot Nietzsche, me psikikën e tyre, me nivelet e tyre më të thella në psikikën e tyre, pavajtur tek dimensionet që unë do të flas. Sepse vetëm kur përballesh me atë që Jungu e quan e ndeku psikologjik, është njësoj si të shohësh umnerën dhe umnera do të shohë ty. Ka një ndryshim këtu brenda se çfarë ndjen nga ai shikim i umnerës. Në këtë rast umnera është pafundësia. Dhe kjo lidhet e gjitha me pjesën sepse me pjesën që ne kërkojmë sepse ne duam të përjetojmë, të njohim më shumë, të dimë më shumë. Mallkimi i Sofisë është sepse ajo kërkoi këtë gjë. Kërkoi që të kuptonte si funksiononin këto gjërat dhe u nda nga e plota. E plota është e paqet, por kur ndahemi fillon jeta, sepse jeta është ndarje nga absolutja dhe në fund kur ne mbyllim udhëtimin ton në këtë dimension, ne kthehemi. Është fiks si një lum që ka frikë të shkojë në det, sepse do zhduket pa e ditur që do të bëhet vetë deti në fund. Por gjatë gjithë kohës që ai do të shkojë në det, do të ketë gjithmonë atë pjesën e frikës, frikën për të përballur me diçka më të madhe se vetja e tij. Ndoshta edhe për të përballur me veten e tij. Mirë, kjo ishte sa për hyrje dhe do të kërkoja shumë që disa prej jush ta lejnë egon më një anë, sepse egoja në thelbin e saj nuk është gjë tjetër veç se një pikpamje. Është ajo që lidhet me, le ta quajmë, me unin ton. Është ndjenjë e të qenurit unë. Dhe kjo ndjenja e të qenurit unë pasurohet nga fillimi, nga familja, nga shkollimi, nga detyrat, nga ndjenjat, nga çdo gjë. Dhe ti thua, ky jam unë, kjo është historia ime. Kështu unë mendoj, kështu unë ndjej. Dhe ti nuk e di këtë. Ti nuk e di atë. Unë kam bërë shkollë për psikiatër, unë kam bërë shkollë për psikologi. Si del dhe ti më flet mua për këtë gjë? Pse ndodh kjo? Sepse egoja është mjegulla që nuk të le të shohësh të gjithë pamjen. Por nuk është armik, sepse ka qëllime të tjera. Ajo ka qëllim që ty të mbroj, të mbaj, të thotë që ky është trupi jot, të veçoj nga të tjerë ndonjëherë, të futë edhe në garë. Është një vegël e cila nuk është as e mirë as e keqe. Nëse do të më pyesnit, nëse ego është e keqe, do të thoja jo. Nëse është e mirë, do të thoja jo. Ajo thjesht është një vegël e cila i shërben koshiencës tonë. Dhe kjo egoja neve na bën të ngurtë, sepse ne është njësoj si ta shohësh jetën e tjetrit nga vrima e çelësit të shtëpisë tënde. Ose realitetin. Do shohësh vetëm një pjesë të vogël që ti e ke të vështirë ta perceptosh realitetin. Çfarë është realiteti? Çfarë është reale në të vërtetë? A keni pyetur ndonjëherë veten për këtë pjesë? Dhe kur ta pyesni veten, ju lutem shënojini këto pyetje dhe pastaj her pas here mbajini dhe rishikojini kur mendimet tuaja të ndryshojnë. Sepse në jetën e përditshme mendja jonë është kapiteni. Dhe ne ja kemi lënë të gjithë të drejtat e plota mendjes tonë. Dhe mendja udhëhiqet vetëm për të mbijetuar. Por nëse ju e arrini ta arrisni këtë gjë,
dhe ta edukoni mendjen tuaj që t'i bindet anijes që jeni ju, do të kuptoni se mendja është një mik. Nëse e lini që ajo të udhëheqë jetën tuaj, ajo është një armik, sepse mendja është fiks si jeta e një njeriu që jeton me një mace. Dhe macja nuk bindet. Këtë histori ma ka treguar një mik teksa ishim në një udhëtim së bashku. Macja është e pabindur dhe përfiturojeni macen me mendjen tuaj. Do bëj ç'të doj, nëse ju nuk e gjeni rrugën se si ta edukoni atë dhe ta bëni atë të urtë. Për sa i përket ritualeve, unë nuk do të ndalem te pjesa e praktikës së ritualit për arsye sigurie, sepse të eksplorosh dimensione të psikikës tënde është e rrezikshme. Të duhen njerëz, një ritual nuk bëhet kurrë vetë. Bëhet me miq të mirë, me njerëz me bagazh. Ndoshta edhe me njerëz që kanë mbaruar në fushën e psikologjisë, psikiatrisë, nëse do t'i keni është okay. Por edhe ajo e kufizon njeriun, sepse dia nuk është ajo që ne mendojmë. Është përtej asaj dhe nuk është ajo që ne racionalizojmë në kokën tonë. Nëse dikush të flet për eksperienca të ndryshme apo për gjëra, kjo nuk është dije, është thjesht diçka që ai ka bërë. Por pas këtij udhëtimi, jeta ime, jo kjo fizike, se kjo fizike është po ajo që është e dimensionit hapësirë kohë dhe duhet të bëj ato gjërat që ky dimension më lejon, po perceptimi im ka ndryshuar shumë. E kam kuptuar që shumë gjëra kanë marrë vëmendjen time kot. Dhe vëmendja është shumë e rëndësishme për ciklin e njeriut. Sepse ku shkon vëmendja, shkon edhe shpirti. Dhe nuk do të ndalesha te pjesa e ritualit, por do të them disa elemente. Rituali zakonisht kërkon njerëz shumë të pastër në anën e aspektit fizik dhe mental. Nuk kërkohen njerëz që marrin medikamente për ankth, depresion apo gjëra të kësaj natyre. Nuk kërkohen njerëz të cilët përdorin drogra, si për shembull kokainë, çfarë janë këto heroinë, këto gjëra të kësaj natyre se as nuk i përfill fare. Nuk kërkohen njerëz që abuzojnë me ushqimin dhe anë shumë keq, por kërkojnë njerëz të kulluar si lumi në gur. Sepse të bësh ritual do të thotë të eksplorosh dimensione të cilat janë këtu, por ti nuk ke aftësinë t'i shohësh për shumë arsye. Sepse realiteti vet është i kushtëzuar, dhe një nga gjërat që unë kuptova kur dola nga udhëtimi ishte se imagjinata është kufizimi jonë. Ne i mbyllim syt, imagjinojmë dhe mendojmë se po përjetojmë një eksperiencë shpirtërore. Kjo është një gjë e bukur kur ti e mendon ose kur po të ndodh, por nuk është një eksperiencë shpirtërore. Të përjetosh një eksperiencë shpirtërore, nuk e keni idenë se çfarë është brenda gjendjes tënde. Udhëtimi filloi me përgatitjen e një jave para, ku ne filluam të ulnim ushqimin dhe të hanim gjëra me dy miqtë e mi të cilët i përshëndes dhe i kam le ta quajmë vëllezër, në kontekstin që ndonjëherë nëna nuk ta jep mundësinë të kesh një vëlla të tillë. Edhe unë i kam këta dy miq, të cilët quhen Remi dhe Dario, dhe vibrojnë në të njëjtat frekuenca, sepse i ngjashmi do të rreq në ngjashmi, ne nuk shkojmë kot aty dhe të provojmë diçka. Ne nuk kemi vetëm shkuam aty dhe provuam për tetor dhe përjetuam. Të gjë jam vite mbrapa, unë kam përjetuar eksperienca shpirtërore në nivele shumë të shkurtra, ndoshta me minuta, por kam përjetuar dhe introspeksione, por në këtë nivel të këtij rrugtimi shpirtëror ishte diçka shumë e ndryshme nga
kjo gjëja dhe çdo gjë, çdo bagazh që unë kisha, çdo dije që unë kisha marrë nëpërmjet studimeve të mia, nëpërmjet kërkimeve të mia, ishte, si ta them, diçka shumë sipërfaqësore, sepse e bukura e jetës ose e bukura e udhëtimit shpirtëror nuk është dia, nuk është racionalizimi, është përvoja. Dhe filloi ashtu si thash para një jave me ushqime të lehta, kryesisht me baza ujore. Duhet të kesh një gjumë të rregullt, jo gjumë të çrregullt. Duhet të fillosh ta përgatitësh trupin me meditim, më falni, me disa çajra, ku dy prej tyre është shumë i rëndësishëm në mbrëmje të konsumohet çaji i lotusit blu, nëse i gjeni, të ndihmon shumë për pjesën e qetësimit të nervit vagus dhe sistemi nervor qendror që është shumë i rëndësishëm tek njeriu, ku aktivizon sistemin parasimpatik të trurit dhe pjesa tjetër në mungesë të këtij që ky do pak të gjendet është çaji i lules së livandulës. Është shumë i mirë, unë përdor edhe çajin kur e kam, me raste e bëj dhe vetë, sepse unë e njoh alkiminë e mjekësisë popullore për fal dhuratës time më të madhe që Zoti mua më ka dhënë gjyshin tim që e ka mjek popullor dhe unë jam rritur me mësimet e tij dhe di të krijoj edhe disa bashkime të 2-3 elementeve të bimëve ku marr një esencë ku unë e përdor për veten time dhe me livandulë në këtë rast. Kjo përdoret për qetësimin e sistemit parasimpatik në mbrëmje. Zakonisht duhet të përdoren rituale për forcimin e sistemit imunitar dhe trupit eterik me krip dhe ujë, që ne duhet të marrim në aspektin e trupit fizik elementet, 96 elementet që kripa e detit ka, duhet me krip të zezë deti. Dhe pas kësaj, gjatë gjithë këtyre ditëve ti duhet ta përgatitësh veten për këtë pjesë. Sigurisht ke një ndjenjë frike, sepse do eksplorosh diçka që nuk e ke idenë se çfarë të pret. Është fiks sikur je tek pragu i nadirit që në ezoterizëm njihet pragu i errësirës që ti po futesh në një errësirë të pafundme me një pishtar në dorë dhe nuk e di se çfarë do të shfaqet aty. Dhe duhet të gjesh një vend kryesisht natyrë ose në një periferi të qytetit, nuk të duhet zhurmë, duhet të ndalesh totalisht nga rrjetet sociale ditën apo nga çdo gjë elektrike në ditën që ti do të bësh këtë ritual, këtë udhëtim shpirtëror. Ka shumë teknika, 2 janë më kryesore, një është me meditim dhe një është tjetër me frymëmarrje, ku ne i kemi bërë të dyja në këtë rast. Dhe po thoja se gjatë kësaj kohe, kur ti praktikon këto të dyja, teknika dhe me frymëmarrje dhe me meditim, meditimi është më i lehtë, ndërsa frymëmarrja është pak më e vështirë sepse futet më shumë oksigjen dhe të ndodh një hiperventilim në tru, ku ti merr më shumë oksigjen dhe kjo është pak e sikletshme, por arrihet me kalimin e kohës nëse dikush bën praktikë gjëra të kësaj natyre, janë teknika totalisht të rregullta. Frymëmarrja është kudo, punon edhe në çdo vend që të shkosh, edhe kur ke probleme dhe njerëzit që kanë ankth thonë bëj frymëmarrje, pra nuk është asgjë e keqe. Por janë teknika të avancuara të cilat bëhen dhe me praktikë. Disa gjëra të tjera janë që ti duhet të kesh lexuar paraprakisht për gjërat që ndodhin gjatë një meditimi, duke shfrytëzuar këtu libra, duke shfrytëzuar këtu revista, duke shfrytëzuar këtu kërkime në internet në pjesën e parapërgatitjes tënde mentale, sepse ti duhet të dish bazat. Çfarë po bën në këtë ritual? Kush është qëllimi jot i qartë? Sepse
unë kisha një qëllim të eksploroja për shembull çfarë ka përtej perdes që unë shoh çdo ditë. Ky ishte i vetmi qëllim që unë u fut atje. Miku im, për shembull, kishte të zgjeronte vetdijen, pra duhet të jesh shumë i pastër dhe i qartë me gjërat që ti po kërkon në anën tjetër të errësirës. Kjo është ajo gjëja që ti përfiton brenda vetes tënde kur kjo të ndodh dhe ti merr një perspektivë të saj. Erdhi dita që ne shkuam aty, morëm një shtëpi, shkuam. Atë ditë theksoj që ne qëndruam me ngrënë vetëm diçka të thjeshtë në fillim para se të futeshim në rrugëtim dhe kemi qëndruar gati 10 orë vetëm me ujë. Asgjë tjetër. As duane gjëra të kësaj natyre nuk bëhet fjalë alkool apo se unë si pi, unë pi vetëm ujë dhe çaj dhe shumë rrallë ndonjë kakao ose ndonjë në fundjavë kur unë kam sistemin e shpërblimit ndaj vetes, mund të pi ndonjë gotë birë pa alkool. Sepse nuk dua që ta dëmtoj trupin, unë e mbaj shumë të pastër që sa më të pastër ta mbani trupin, aq më shumë do t'i përjetoni gjërat, si të mira dhe të këqija, diskutohet, por e ke përjetimin shumë më transparent, më të drejtë, më të pastër. Dhe bëm ritualin, nuk po ndalem te rituali dhe teknikat sepse e thash dhe po e ritheksoj, ky është një rrugëtim shpirtëror i secilit nga ne, por personal. Pra, realiteti që unë përjetova aty është subjektiv, nuk është e vërteta absolute. Më falni, dhe nuk mundet dot ta ndaj këtë gjë me ju për arsye sigurie, por edhe për njerëz që janë kurioz dhe marrin me shaka këtë gjën, hajde mo ta provoj dhe unë. Nuk është kaq e thjeshtë, nuk është kështu sepse ka dhe kjo vështirësi dhe problemet e saj. Çdo gjë, çdo rrugëtim ka dy anë, ka të mirën, por ka dhe jo të mirën. Në fakt për mua në këtë nivel ku jam nuk ka të mirë dhe jo të mirë, ka vetëm atë që është, energjinë, por për shumë njerëz për ta bërë pjesën e konceptit më të kuptueshëm janë të dyja anët e medaljes, siç e themi në aspektin tonë fizik. Në orët e para nuk po ndjenim asgjë kur ne filluam procesin, pas teknikave frymëmarrjes, meditimit, ritualit që bëm, duke përdorur dhe sigjile, simbole, gjëra të cilat të lidhet psikika, dhe këto nuk janë aspektet e shkollës psikologjike apo psikike të analizës së psikologjisë ose të psikiatrisë, sepse shkenca shpirtërore nuk manifestohet drejt për së drejti nga aspektet e psikikës në formën që zyrtarisht shtetet përdorin. Nuk ka lidhje fare me po e përsërit këtë me elementet të motivuesve apo me gjëra këta ver muzikë, ndjehu mirë, këto janë budallaqe, se s'dua të dal fare në këtë pjesë. Dhe pas kësaj filloi të bëshe një progres ku ne duhet të rinim me veten. U ndam në një dhomë, sigurisht ishim në obor atje, por u ndam në pjesë të ndryshme ku ne ndjeshim më mirë. Dhe gjatë gjithë kohës filloi introspeksioni që ka të bëjë me pjesën e vëzhgimit të emocioneve, gjërave tënde të brendshme, që vjen nga latinishtja, që do të thotë intro brenda, specere, nuk po më kujtohet mirë, të shohësh, pra të shohësh brenda. Dhe introspeksioni është një mekanizëm shumë i mirë për individët që e kanë gjatë të zhvilluar këtë gjë, sepse fillojnë të bëhen niveli që vërtet përjetësia e ka të nevojshme për veten e saj dhe është gjatë gjithë kohës vëzhgimi. Pra, realiteti nuk është ai që ndodh tek ne, është ai që vëzhgohet. Është pak abstrakte mënyra se si e percepton realitetin kur del nga këto udhëtime, dhe
Introspeksioni ndodh edhe në jetën e përditshme kur ne futemi në shumë mendime, kur dëgjojmë një muzikë e cila lidhet me një ankor. Ankorat zakonisht që ti dini ose të jetë më e kuptueshme për anën tuaj, ankora është një moment kur ti ke kaluar një moment shumë të bukur me një person, ose me veten, ose me familjen, ose me qenin, dhe në një moment që je duke kaluar këtë episodin e lumturisë ose dhe të pendimit, pak rëndësi ka kjo, po zakonisht lidhet me ndjenjën e qenësisë që ndihesh shumë mirë dhe dëgjon një muzikë, ose përfyturojeni veten duke udhëtuar me tren, po dëgjoni një muzikë italiane që po ju pëlqen aq shumë dhe keni mbështetur kokën anës xhamit të trenit dhe jashtë po bie shi. Dhe ky është një moment, kjo quhet një ankor. Dhe pastaj kalojnë vite dhe ti sërish ndodhesh në një makinë duke udhëtuar për një rrugë, në një rrugë për një X destinacion dhe koha ka filluar po bëhet me shi, po bie shi dhe papritur në radio del kjo muzika dhe ti krijon të njëjtën sinkronizim me të njëjtin model që ke qenë më përpara. Dhe kjo është prap një ankor dhe ti përjeton të njëjtin gjë. Pra, introspeksioni arrihet në forma të ndryshme, forma ka të cilat ndodhin dhe vetvetiu, siç janë melankolia, muzika, njerëzit, disa ngjyra, një kafshë, janë shumë elementë që ty të lidhin, por ka dhe metoda të tjera ku ti futesh nëpërmjet introspeksionit, nëpërmjet meditimit, ku ti fillon dhe pyet kush jam unë, çfarë po bëj, pse kështu, pse ashtu, fokusohesh vetëm në një vend dhe përpiqesh të kuptosh se si funksionon. Zakonisht për ata që janë të lidhur me meditimin ose meditojnë, ata e kanë pak më të thjeshtë qasjen e kësaj bote, sepse kuptojnë që në fillim ti ke frikë kur futesh në meditim. Zakonisht njerëzit ose këta mentorët e zhvillimit personal që e kanë futur meditimin e kanë bërë kështu paçavure, si i thuhet. Këta bëjnë të nxjerrin në një vend me diell atje dhe thonë mbylli sytë dhe kaq. Jo, zakonisht meditimi i vërtet bëhet në errësirë totale, sepse aty ndodh një proces që u mbet dal gadal me kalimin e kohës, u mbet trupi lidhjen me unin tënd, me egon, dhe aty ndodh pjesa ku ti fillon të eksplorosh dimensionet të mendjes. Ne zakonisht përdorim vetëm 10% kapacitetit të trurit, pjesa tjetër jo se s'punon, që të thonë këta, nuk punon idiotësira, punon, po punon në vetëdije për organet për qera. Kur të ndodh ky udhëtimi dhe zgjimi shpirtëror, le ta quajmë që është fraktal, është moment, nuk është gjatë gjithë kohës kjo gjëja, truri fillon të përdor të gjitha dhomat e tij ose skudat e tij, të gjithë rrjetat e tij, dhe fillon të lidh njëra me tjetrën në mënyrë të rakorduar, por me kompleksitet të kundërt të asaj që ne jemi mësuar të studiojmë. Po e bëj pak më të thjeshtë. Mendojeni trurin si një qytet, i cili çdo pjesë e trurit komunikon me mbretin, me le ta quajmë gjendrën pineale ose pineal gland. Dhe në këtë moment çdo gjë i vet tek këtij mbretit dhe i thuhet ta bëjmë këtë, ta bëjmë atë, ta bëjmë këtë, të provoj këtu, dhe ai thotë jo, provo këtë tjetrën, provo atë tjetrën. Tani çfarë ndodh kur ne futemi në këtë mekanizëm të introspeksionit shumë të thellë dhe fillojmë të bëjmë udhëtimin shpirtëror. Ky mbreti e humb fuqinë, nuk ka më autoritet ndaj pjesëve të trurit dhe ato fillojnë komunikojnë me njëra tjetrën lirshëm, ashtu siç janë në të vërtetë, siç ne ndihemi në të vërtetë. Nëse do të kishim një vend ku nuk do të kishte më polici, çfarë do bënim? Shumica do vinte drejt kaosit, disa njerëz do iknin në mal, do jetonin të lumtur, por çdo njeri do tregonte atë gjën që kishte bërë. Dhe këto pjesë të trurit fillojnë komunikojnë shumë lirshëm me njëra tjetrën dhe krijohet një kapacitet shumë i madh. Dhe nga ky kapacitet egoja bie. Tani që ta perceptojmë egon që ne e kemi si vegël, por
egoja është e rrezikshme kur ne nuk e njohim egon tonë dhe ajo fillon të na kontrollojë dhe ne të bëhemi lakmitar për jetën edhe për gjërat. Truri përdor një rjet morish. Ai ka shumë rjete, të cilat unë i kam selektuar disa prej tyre dhe do t'ja u lexoj sepse emrat nuk i mbaj mend mirë sepse kanë emra të ndryshëm, por për shembull është një silence network, një pjesë e trurit ku gjatë gjithë kohës kjo pjesa punon po ti nuk e di dhe zbulon rreziqet, përpunon rrezikun në tru, përpunon zemërimin, përpunon emocionet intensive. Pra, gjatë gjithë kohës kjo merret me rëndësinë e emocioneve, gjërave dhe lidhet me amigdalën. Truri ka shumë rjete, të cilat punojnë me njëra tjetrën. Ka limbic network, edhe kjo lidhet me amigdalën dhe kjo përpunon emocionet bazë dhe krijon kujtime, aktivizon reagimet ndaj frikës, që frika është si procesi i këtyre. Pra, është truri dhe mendja, nuk janë njësoj. Mendja është pjesë që gjenerohen nga proceset e trurit, por edhe nga proceset të tjera të realitetit të cilat ne nuk i shohim, siç është realiteti bazë, për të cilin do flas kur unë të shkoj atje. Kemi edhe prap një sistem tjetër që ky lidhet me hipotalamusin, që vazhdon të jetë sistemi limbik, që e përdor hipotalamusin për kontrollin e hormoneve, për kontrollin e temperaturës, kontrollin e urinës, kontrollin e etjes, kontrollin e gjumit, aktivizon sistemet e sistemit nervor autonom. Pra, ky hipotalamusi nëpërmjet sistemit limbik, rjetit limbik që ka truri, filloj të aktivizoj nervat, sistemin parasimpatik, sistemin simpatik, lufto ose ik, rrit kortizolin, ndonjëherë rrit adrenalinën. Kemi një sistem tjetër, visual network, që ky ka të bëjë me përpunimin e dritës, analizon format, analizon ngjyrat, lëvizjet. Pra truri është një mekanizëm i papar. Por një nga këto, sepse janë shumë, unë kam nxjerr këtu nga studimet e mia, kam një protokoll plot me informacione që mua më vlen për ta kuptuar atë gjën që po ndodh, por megjithatë pavarësisht studimeve disa gjëra ti nuk i kupton dot me të kultivuar informacion. Një nga këto është i vetmi rjet që mua më ka tërhequr vëmendjen është DMN-ja. DMN-ja është ajo pjesa që në këto ritualet bie dhe DMN-ja është burimi i egos. Egoja është vegla e DMN-s. Do me thënë është esenca, zere se po shtrydh një dru dhe esenca që del nga druri është ego. Në këtë rast druri, ose gjëja e prekshme në aspektin fizik në rjetën e trurit, është sistemi DMN-s, që ndryshe njihet si default mode network. Kërkoni për këtë dhe do ta kuptoni se çfarë është ky sistem. Mund të përdorni ChatGPT-n, do merrni informacionet bazë. Disa gjëra ChatGPT-ja nuk t'i thot, sigurisht sepse jo të gjitha thuhen atje, çdo gjë që del te ChatGPT-ja është e filtruar, por ty nuk të duhet gjithmonë filtrimi. Dhe DMN-ja lidhet gjithashtu me hipokampusin. Ky rjet ruan kujtimet afatgjata, që në disa studimet e mia quhet long memory, kujtimet e gjata. Përdor edhe disa kujtimet të shkurtra që ti përdor gjatë gjithë ditës ose mban mend takova filanin, bëra filanin, ngra ushqim këtë, bëra këtë dhe pas 10 ditës ti haron çfarë ke ngrënë para 10 ditësh, kupton? Ndërton skena mendore, merret me imagjinatën dhe situatat e ardhshme që mund të vinë. Këtu rritet dhe ankthi. Kujton fëmijërinë, mban mend kush je,
si ke ardhur deri këtu, rikthim përvojat personale, krahason strukturën e të shkuarës me të tashmen, ndërton histori personale. Pra, default mode network është uni juaj. Ju pa këtë do të humbni. Prandaj është një shprehje e bukur që e ka thënë Freudi, kush jam unë kur mendimet të ikin? Ose një pyetje tjetër është ku shkojnë mendimet kur harrohen? Këto janë eksplorime të mendjes dhe të vetëdijes, sepse mendja dhe vetëdia janë shumë të afërta me njëra tjetrën, por mendja gjatë gjithë kohës proceson, kurse vetëdia vetëm mban, është një oqeani që është i pafundëm, vetëm mban. Mendja proceson, ka racionalizëm shumë, kurse vetëdia nuk ka racionalizëm, mban, është e madhe. Dhe kjo lidhet nëpërmjet pineal glandit, frekuencave, lidhet dhe me memorien akashike, që është memoria bazë, gjitha regjistrimet tona të jetëve nëpërmjet kamerës tonë që kemi, syt, regjistrohen në hipokampus, në long term memory, në memorie të gjatë regjistrimi, dhe pastaj kur ne dorëzojmë frymën tonë të fundit, kjo USB-ja e vogël ose kjo informacion shkon në një memorie kozmike ose memorie akashike. Zakonisht kur ndodh rituali, DMN-ja ulet, truri fillon të ketë kapacitet shumë të madh për punimin të informacionit në nivele shumë të mëdha, jo këtë që përdor, dhe ky realiteti që ti shikon fillon të bjerë. Mua më ndodhi, duke qenë se isha në fazën që po ndodhte procesi, isha duke parë një mal, natyrën, diellin, re dhe po ndihesha shumë i lumtur. Dhe pa pritur më shfaqet në aspektin fizik, jo halucinaciona apo gjëra të tjera, një flutur. Por aftësia e ritualit që mua më kishte dhënë introspeksionin e thellë, unë arrita të perceptoja, sepse duke njohur dhe bagazhin që unë kam, që flutura është arketipi i transformimit dhe i përmbushjes së shpirtit, në atë moment unë po përjetoja fluturën se si po fluturonte dhe nuk po përpiqesha ta kuptoja si fluturonte flutura, por thjesht po e përjetoja fluturën dhe flutura shkoi në afër një lule. Dhe aty filloi magjia. Unë përjetova dhe lulen se si po e ndjente fluturën. Po pastaj përjetova dhe baçen, përjetova dhe pemët. Përjetova çdo gjë atje dhe nuk kishte më ky jam unë dhe ky është realiteti rreth meje. Kishte vetëm ky është realiteti. S'ka më rreth meje. Në atë moment nuk po e ndjenja më trupin, humba të gjithë kontaktin me peshën e trupit, me rëndësinë e vetes, nuk kishte më odisea, nuk kishte më unë, nuk mendoje më për veten tënde. Shikoje të gjithë jetën tënde si të ishte një film ku unë po ndjenja pendesa për shumë gjëra, po ndjeja gëzime për shumë gjëra. Unë ndjeva shumë i lumtur që kisha marrë qenin që të vogël. Unë ndjeva shumë i lumtur që kisha kaluar kohë me gjyshin dhe vazhdoje bëj. Unë ndjeva shumë i lumtur që kam kaluar disa momente që nuk më vinin fare në mendje në jetën e përditshme me miqtë, duke qeshur për gjëra edhe kot. Pra, në atë moment unë e kisha humbur të gjithë kontaktin, nuk po ndjeja as duar, as këmbë, nuk po ndjeja më veten time. Po ndjeja gjithçka, unë mund të isha një pemë, mund të isha një lule, mund të isha flutura që kalonte në një lule dhe po unë po i përjetoja dhe lulen dhe fluturën dhe vëzhguesin në të njëjtën kohë. Pra isha gjithçka dhe asgjë. Ishte një moment ku nuk të punon më truri kështu siç ne po flasim bashkë, nuk e shikon më jetën tënde kështu. Ngjyrat filluan të bëheshin më të bukura, kishte shumë gjallëri, çdo gjë komunikonte me njëra tjetrën, kishte elemente të cilët më theksonin ngjyrat, më bënin
më të theksuara se sa ato ishin. Kisha dëgjoja shumë, për shembull, dhe një insekt që bënte një zhurmë të vogël, unë arrija ta dëgjoja dhe më kënaqte shpirtin. Më dukeshe si një simfoni, sikur isha një pjesë e simfonisë. Nuk isha më unë. Dhe për atë moment kam shpërthyer duke qarë, vetëm qava. Kam qarë dhe më kujtua gjyshja, e përcolla gjyshen në një lloj forme, sepse gjyshja ime ka ndruar jetë, po ajo mua më ka rritur. Edhe u ndjeva shumë afër me të, ishte sikur një takim i fundit me një person që të ka marrë shumë malli. Dhe e përjetova atë takimin dhe e përcolla, sikur i thash miru pafshim që kishim 10 vite që nuk takoheshim bashkë, nuk ishim pare, vetëm e kujtoja. Atje po e përjetoja këtë, por gjatë gjithë kësaj eksperience, unë nuk përjetova asgjë në veten time, si odisea, trupi nuk e ndjeja, fytyrën, asgjë, nuk e vetëm imagjino një pamje që ti e shikon dhe je ajo pamja, nuk je më ti, nuk ka më realitet rreth teje. Dhe këtu nuk ka më mendime, sepse kur ti e dëgjon tani, është diçka tjetër dhe disa njerëz që mund të jenë këta të famshëm psikiatrit ose psikologët që fillojnë të gjykojnë, ose këta që merren me spiritualizëm, që se kanë iden fare çfarë spiritualizmi, fillojnë dhe gjykojnë, e ka bërë kështu, e ka bërë ashtu. Pse? Sepse këta shikojnë, vazhdojnë ta shikojnë nga vrima e Chelsea-t realitetin. Sepse nuk e kanë përjetuar kur ta nxjerrin kokën jashtë realitetit që ata perceptojnë. Realiteti, unë kuptova se nuk është ky që ne shohim, sepse pas gjëra që nuk mundem dot t'i perceptoja këtu. Perceptimi nuk është që ti të shohësh me sytë e ballit, po është që ta perceptosh me syrin tënd të tretë, që është vetëdia jote. Edhe nuk udhëtojnë mendimet, por udhëtojnë gjendjet. Realiteti është një gjendje, është një ndjenjë. Dhe ky realitet po ja u bëj pak më të thjeshtë që ju dhe ju ta kuptoni. Shikoni kompjuterin tuaj ose telefonin tuaj. Ju keni ikonat. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe që ti punon me telefonin tënd, ke këto ikona dhe ti klikon dhe hapen e të shfaqen imazhe gjëra. Por në të vërtetë ky është realiteti perceptues që ti merr. Brenda ikonave, mbrapa ikonave, mbrapa fotove, mbrapa swipe-it që ti bën Instagram, nuk ka nga këto gjëra. Ka vetëm kode kompjuterike 01 01 01 01 01 që kombinojnë me njëra tjetrën dhe ti japin ty atë. Dhe ti po mendon se ky është realiteti. Pra, ajo DMN-ja është default mode network. Është rrjeti bazë që njeriu ka për të operuar. Është si të marrësh një telefon dhe ti pastaj i ndryshon muzikën, i ndryshon wallpaperin, i ndryshon zilën e telefonit, i bën update. Pra, ti kur e merr ky telefoni nuk i kishte këto. E njëjta gjë ndodh edhe me realitetin. Realiteti nuk është ky që ti shikon. Ky është default mode network. Çfarë është default mode? Është një realitet bazë ku ty të jepet që të funksionosh. Dhe unë kuptova se vetëm në këtë realitet mund të funksionojnë. Ato realitetet që unë pash, përjetova, të vlejnë vetëm ty si individ, por nuk të vlejnë për te kësaj gjës që ti bën, sepse nëse do ishe me atë gjendje gjatë gjithë kohës, ti nuk je as i aftë për punë, as i aftë të flasësh me njerëzit, as i aftë të operosh me njerëzit, as i aftë të bashkëveprosh me njerëzit, me kafshët, me natyrë, jo, sepse ti je ata. Ti funksionon këtu sepse je i ndarë nga burimi, nga uniteti. Nëse ti bashkohesh me unitetin siç më ndodhi mua, ti nuk je më individ. Nuk je më i ndarë. Pra, ndarja krijon jetë, sepse jeta është e matshme. Çdo gjë që ndahet, matet, çdo gjë që matet është e metë. Këtu lidhen të gjitha dhe këtu merr kuptim, por në momentin që ti bashkohesh me unitetin dhe bëhesh një me unitetin, ti nuk funksionon dot këtu, sepse kanalizon një energji shumë të pastër dhe të madhe brenda vetes. Dhe kjo e bën njeriu
të perceptoj për te asaj gjës, por kur kthehet këtu, duhet të ruaj balancën, sepse të kthehesh nga një udhëtim shpirtëror me një përvojë shumë të madhe qetësie, lumturie, këthjellësie që unë i pata 3 ditët e para, pasi unë edhe pata shpërthimin tim emocional që qava, sepse nuk e kontrollon më ti, nuk kam më ti, nuk kam më unë e bëj jetën time si të dua, nuk kam më unë, nuk kem më unë i vdes. Dhe në ato momente që unë i vdes, ti i bashkohesh detit, je vetë deti. Dhe kjo nuk duhet të zjas për gjithmonë, se edhe në jetën tonë, në dimension aspektit, ne duhet të jetojmë me egon, sepse në momentin që ne e vrasim egon, ne nuk kemi më dëshirën për të vazhduar përpara. Egoja është ajo që bën të ecësh përpara. Egoja është ajo që thua dua të dobësohem, më pëlqen ky fustani se më ri bukur, më pëlqen kjo bluza se më tregon me muskuj. Pra, egoja është ajo që ty të mbante të udhëhequr përpara, sepse nëse do t'i dije të gjitha, do ishte mallkimi më i madh në këtë botë. Nuk do të lëvizjen fare, sepse do të jetë gjithçka. Por megjithatë vetdia që ose përjetësia që di gjithçka, prap eksploron nëpërmjet nesh, sepse ajo vërtet di gjithçka, po nuk e ka provuar. Dhe të gjithë kjo meseleja që unë sapo ju tregova, është si të them, mund t'ju flas gjithë ditën për atë ndjenjën, mund t'ju flas gjithë jetën për atë eksperiencë që u përjetova që është e paharrueshme. Dhe mund t'ju flas gjatë gjithë kohës për shumë elementë të tjerë, por juve nuk mund ta konceptoni dot këtë gjë. Nuk e konceptoni dot për arsye se është njësoj si t'ju flas për mjaltin gjithë ditën që ka ngjyrë të verdhë, ka shije kështu, por duhet ta futësh gishtin ta provosh mjaltin. Ose duhet të lexosh, mund të lexosh 1 milion libra për dashurinë, por megjithatë që ta provosh dashurinë duhet të biesh në dashuri. Dhe kjo është mësimi më i madh, se nuk të duhen miliona libra për të bërë i ditur, nuk të duhen miliona kurse për të bërë i ditur, nuk të duhen miliona njerëz të takosh për të marrë eksperiencat e botës. Jo, të duhet të ndalosh dhe të shijosh atë që sot je. E shkuara është vetëm një ëndër. Nuk ka, e dijshmja është vetëm një ëndër. Nuk ka ekzistuar. Është vetëm një ëndër. Ka vetëm sot. Jeta është vetëm sot. Por këto nuk do t'i mësoni kur në mentorët spiritual. Nuk do t'i mësoni kur në njerëzit konspiracionist. Sepse të gjithë përdorin unin, e shohin nga vriма e Chelsit. Dhe ajo sigurisht që vlen për një pjesë të vogël, por kur ti zgjohesh dhe shikon përtej realitetit dhe përjeton që ti nuk je unë, por i përket një realiteti shumë tjetër, ku realiteti merret nga realiteti bazë, që realiteti bazë nuk është ky që ne shohim. Është energji, ka një rrjet të madhe që e lidh këtë gjë, grincat komunikojnë me njëra tjetrën dhe këto komunikime mbartin të gjithë universin brenda vetes së tyre. Ku një pikë që ndodhet këtu dhe një pikë që ndodhet këtu flasin me njëra tjetrën, pavarësisht distancës, dhe mbajnë po të njëjtin informacion që kjo pika këte merr, në të njëjtën kohë ja jep edhe asaj tjetrës. Dhe këtu është një rrjet edhe nga fuqitë siç janë fuqitë elektromagnetike, fuqia gravitacionale, fuqitë shumë elementëve të tjerë bashkëpunojnë dhe deformojnë këtë rrjetën në forma të ndryshme. Dhe ky është realiteti bazë që ne e marrim nëpërmjet frekuencave tona në kurorën e kokës dhe e kanalizojmë brenda vetes tonë si energji dhe fillojmë ta manifestojmë nëpërmjet vëmendjes tonë. Vëmendja është çelësi i shenjtë i njeriut. Ju nuk rini dot pa zhurmë, nuk hani dot ushqim pa zhurmë. Doni diçka në sfond, dhe ky është problemi i gjeneratës Z. Jeton në zhurmë. Ndërsa nëse do të eksplorosh botën shpirtërore, duhet të kthehesh në qetësi, në errësirë, të takosh veten, të përballesh me hijet e tua
dhe pastaj të shohësh për te asaj gjë një magji që nuk e keni idenë se çfarë magjia është, një ndjenjë paqeje që nuk do doni të ktheheshit fare në këtë realitet dhe megjithatë të kthehesh dhe të ruash balancën. Kaduceusi. Ky është sistemi i balancës që njeriu nuk duhet të. Nuk duhet të synoni asgjë më shumë nga tjetra, por duhet të synoni gjithmonë balancën. Sepse këtu në këtë dimension ti mëson për të eksploruar atë që nuk shikon. Dhe kur shikon atë që nuk shikon, duhet të kthehesh këtu dhe t'i tregosh të tjerëve se kjo jetë është e përkohshme dhe nuk duhet të gënjesh prej kësaj jete, duhet ta dashurosh këtë udhëtim sepse është dhuratë, sepse ti je ndar nga burimi dhe për aq kohë sa je i ndar ti po jeton. Dhe kur burimi të vijë, ti nuk do të jesh më këtu. Pas nuk do ta përjetosh më këtë këtu. Që kështu shijojeni sepse i vetmi shijim në këtë jetë është të ndalosh. Mos u përpiq që i gjërat ti ndryshosh, por fillo të ndryshosh botën tënde. Do t'ju tregoj edhe një histori të vogël dhe po e mbyll këtu këtë tregim. Bësh fjalë për një person që jetonte në një kopsht të vogël me limonj, me shumë limonj të bukur me portokalle dhe të gjithë njerëzit i vinë atje dhe i thonin filani bëri këtë gjë, filani bëri këtë gjë, filani bëri këtë gjë, kjo po merret me kështu, kjo i tha kësaj ashtu. Ky ka bërë lek, e ke parë çfarë shtëpi po bën filani, ky vazhdonte me kopshtin. Dhe dikush pas shumë kohësh që këta njerëzit vinin, flisnin me këtë dhe ktheheshin e prap jetën e tyre, i thot, ore, unë vite këty, shprehem dhe ti më thua, ok, në rregull, shumë mirë ka bërë, dhe vazhdon prap qëndron këtu. Si ja bën që s'ti intereson pjesa aty? Po unë merrem me kopshtin tim. Shko merru dhe ti me tëndin. Ju uroj paqe shpirtërore, uroj që të keni marrë më të mirën e kësaj perspektive që unë kisha dhe uroj që të bëni disa kërkime për rrjetin e Default Mode Network, të kuptoni trurin sepse truri është një makineri komplekse dhe kjo e përpunon më mirë se çdo koncept teorinë e kaosit, truri. Por disa gjëra nuk e kemi fuqinë t'i zgjedhim, por kanë fuqinë të na zgjedhin dhe ne kemi fuqinë ta përqafojmë atë që ato na zgjodhin. Ju përshëndes, ju uroj paqe shpirtërore dhe do shihemi në rrugëtime të tjera. Ju dua.